Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. İran'ın İsrail'in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır. Üstelik bu saldırılar İran'ın nükleer müzakereleri devam ederken düzenlenmiştir. Kendisi nükleer silahlara sahip olan, üstelik nükleer çalışmalarında hiçbir uluslararası kuralı tanımayan İsrail, müzakerelerin bitmesini beklemeden, sonucu beklemeden tam olarak terör eylemi gerçekleştirmiştir. Ky ishte pra Tayyip Erdogan, i cili e ka të përsëritur sulmin verbal ndaj Netanyahu dhe ndaj luftës Izraelit në fillimisht në brezin e Gazës, kundër Palestinës, praktikisht kanë patur, se thua mbështetësin e çështjes palestineze, kryesisht me fjalë. Por në rastin e Iranit është akoma dhe më radikal dhe për arsye sepse, se thua, tani më bëhet fjalë për një shtet madh, i cili në formën e tjetër rrezikon të prodhojë destabilizim shumë të madh që e prek afër ndoshta dhe Turqinë. Por gjëja që ka bërë më përshtypje ka qenë misteri i 2-3 aeroplanëve cargo kinez, të cilët në moment caktuar ju është ndezur ajo, si quhet goxha, sponderi? Transponder. Po. Pra dhe kanë qenë duke zbarkuar dhe duke shkarkuar. Është fikur transponder. U fik, po. Dhe kanë hyrë në hapësinë e Iranit, po, dakor. Shala, mendon që Kina mund ta bëjë këtë kashëllëk dhe të çojë armë në Iran? Dhe Erdogani është kërcënim serioz apo është retorik për botën myslimane, që thotë që shiko se ne jemi në krahun e vllazërisë myslimane etj dhe jo se thua të krahun e këtyre tjetër. Po politikë të brendshme apo është i rrezikshëm në gjeopolitik, këtë do të thënë. Po filloj me Turqinë një herë. Po filloj me Turqinë. Po. Turqia është në një pozicion të vështirë tani, pavarësisht se kohë të fundit domosdosh këtu një aktor të fuqishëm rajonal, por nuk duhet të harrojmë që një krizë dhe këmbgulja e Erdoganit është që të zgjidhet kjo krizë, sepse një krizë që mund të çojë në, nuk po themi në shpërbërjen, se shpërbërja është nuk besoj, edhe unë jam me Legionin që nuk besoj se do të arrihet, mund një krizë refugjatësh do t'i shkaktoj problemet të mëdha të Turqisë. Dihet rasti i Sirisë, ku Turqisë ju desh të priste rreth 4 milion refugjatë, po për një shtet, pavarësisht aq i madh sa është Turqia, 4 milion refugjatë janë akoma barë dhe sot një pjesë e konsiderueshme e tyre. Kështu që unë them se Turqia bën presion vazhdimisht, edhe kërkon edhe mbështetjen e botës arabe në mënyrë që Amerika të paktën mos përfshihet shumë në këtë, sepse një zgjidhje me marrëveshje, dhe ai ka ngul këmbë për marrëveshje, një zgjidhje me marrëveshje do të ishte një zgjidhje që do t'i leçonte shumë punë Turqisë. Pastaj është problemi kurdun, pak e besoj se ai problem mund të rikrijohet, derisa Turqia arriti që ta zgjidhte problemin kurd në Siri, i cili gëzonte mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë them që këtë me kurdet e Iranit nuk e ka problem për ta zgjidhur. Pra ata janë syqel dhe do ta ndjekin këtë situatë. Por këto në raport me Turqinë, pastaj ajo retorika, jo Hitleri, kjo janë probleme që janë këtë mund t'ja thoshe për rastin e Gazës më shumë, se sa për rastin e kësaj. Për ta vazhduar me pjesën e Kinës, Kina ka interesa strategjike dhe është një alat strategjik i Iranit, është pjesë e bllokut, e katërshës të bllokut që është vënë përballë perëndimit. Kina merr nga Irani sasi të konsiderueshme lëndësh djegëse për naftë dhe gaz. Pra, një përmbysje e regjimit. Naftë dhe gaz i paguan me yuan. Pra, nuk i paguan me dollar. Pra, nuk i paguan me dollar. Dhe kjo do ta cënonte ekonominë kineze, nga ana tjetër ka investime edhe brenda
edhe brenda Iranit, investime infrastrukturore, me atë një brez, si e ka ajo një brez një rrugë, si është nisma atyre. Dhe pra, këto janë ato që ai edhe Xipingu synon që kjo punë tjetë e mundur që të zgjidhet në rrugë paqësore. Mendon që dhe kjo është pjesë e meditimit të Donald Trumpit. Po patjetër. Po tani dërgimi arve në mënyrë të drejtë për drejtë. Nuk janë dërguar në mënyrë të drejtë për drejtë. Pjesë këmbimi dhe qipe për raketa. Po që mendohet që janë dërguar, sepse është aleat strategjik dhe do i gjendet në këtë ditë. Edhe është aleat i tij. E ngatron çështjen, e ndërkombëtarizon? Nëse këto dokumentohen ose nëse këto mund të ngatrohet çështja, por deri tash nuk ka, domethënë janë informacione, nuk ka informacione, janë trajtuar si informacione. Ndoshta duan që mos i amplifikojnë. Se mendon Kisavi? Shkon, në radhë parë, unë mendoj që shqetësimi kryesor i Erdoganit është rritja e fuqisë izraelite në lidhje me mesme, sidomos nëse regjimi iranian bie ditët në vazhdim, pra nuk kemi një luftë të zgjatur, do kemi një supremaci le të themi izraelite. Mund të Turqia target ndonjëherë? Nuk mendoj që mund të jetë target, sepse janë dy vende janë aleatë NATO-s, janë dy vende aleatë të Shtetit Bashkuara dhe vështirë se mund të shkojnë në një luftë me plasë me një tjetër, por rritja e fuqisë izraelite në lidhje me mesme është shqetësim i madh për si dy vende, si mund të thotë ai tjetri Hitler, të thotë fjalët më të mëshme. Ajo është pjesë e retorikës, por rritja është për konsum të brendshëm, ti thua shkon, ti thua turqve që kemi një gjë botë sa që flet për nuk e di ishte mbledhje partia, po mbledhje parlament. Parlament e grupin e vet parlamentar. Po ka kaq të madh sa që duhet se parlament. Problemi i Turqisë është që ka përshtypjen që nëse Izraeli del, si thua, fiton këtë luftë dhe del një fuqi më e madhe në lindje mesme, do ketë vështirë Turqia për tu, si thua, imponuar dhe më shumë në Siri. Ka dashur të vendosë sistemet e vet ajrore në Siri, nuk e ka vendosur deri tani. Arsyeja pse nuk ka bërë, një arsye është paktën është kundërshtimi i Izraelit, dhe nëse Izraeli del fitues dhe del më i fortë në këtë luftë, do ketë shumë të vështirë për të imponuar në Siri, pra po përballet me një fuqi izraelite në lindje mesme. Dhe dyta fakti është sigurisht 3 avionët kinez janë dyshimt në këtë rast. Nëse kanë dërguar armatime, unë mendoj që me shumë mundësi ka dërguar materiale për raketat balistike, sepse kanë bërë dhe disa herë në të kaluarën, është vërtetuar e faktuar që kanë bërë. Por ajo që do të dyshosh është në radhë parë që unë mendoj që kinezët bëjnë një politikë të jashtme shumë të matur dhe të kujdesshme, pra nuk para bëjnë politikë të jashtme kaq të hapur që të ndihmojnë haptas Iranit. Prandaj bëri buj ai lajm. Dyta është fakti që kompania që kishte kontraktuar, si thua, ishte me bazë në Luksemburg. Dhe duket pak e dyshim që një kompani me bazë në Luksemburg të dërgojë armatime nga Kina në Iran, ku kinezët mund ta kishin gjetur në një mënyrë tjetër, nuk ka nevojë të shkalonin nga Europa në këtë pikë. Dhe ka edhe dy logjik tjetër që shkon në këtë pikë. E tjetra është fakti që për politikën kineze nuk ka shumë rëndësi kush është në Iran. Ai që mund të jetë nesër mund të jetë një regjim tjetër të vazhdojë të bëjë tregtinë me Kinën, dhe statistikat më të fundit paktet e naftës dhe gazit tregojnë që Kina ndoshta nuk ka më aq shumë nevojë për naftën iraniane sa që ka pasur në vitet e fundit. Pra po ndodh një ndryshim shumë i madh energjetik brenda Kinës. Okej. Goxhaj? Mendoj që retorika e Erdoganit vazhdon të jetë në atë retorikën hipokrite të Turqisë, pasi gjatë gjithë këtyre ditëve që ka nisur kjo përplasje ushtarake midis Iranit dhe Izraelit, Turqia e ka lejuar hapësirën e saj ajrore të përdoret nga avionët zbulues anglez dhe avionët zbulues amerikan për hesab të interesave izraelite. Pra kanë fluturuar në pjesën jugore dhe juglindore të Turqisë për të detektuar totalisht raketat që lëshohen nga Irani dhe vendi nga lëshohen këto raketa. Pra në rast se do të qëndronim kësaj retorike që ai thot, nuk do t'i lejonte ata që të përdorin hapësirën ajrore për këto zbulime. Prandaj ka gjithë, ashtu siç e ka pasur edhe për gazën, dhe ka vazhduar marrëdhëniet e tij ekonomike me Izraelin në mënyrë të fshehtë, pra ka lejuar të kalojë nafta nga Turqia në drejtim të Izraelit, edhe gazi në drejtim të Izraelit, çdo lloj marrëdhënie tjetër ekonomike, pra është hipokrizi e pastër e Erdoganit, i cili vazhdon. Dhe Erdogani ka një interes të veçantë në këtë aspekt. Pra në rast se Irani arrijë të shkatërrohet, me datë 25 maj, Irani ka futur në funksionim për herë të parë pas 4 viteve investim hekurrudhën që lidh direkt Kinën me Iranin. Është një hekurrudhë që niset nga qendra e Kinës, pra nga Urumqia dhe përfundon në Teheran. Dhe me datë 25 maj ajo ka hyrë për herë të parë në funksionim. Dhe kjo hekurrudhë anashkalon të gjitha vendet që kontrollohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, pra nga komplet perëndimi, dhe kalon nëpër vende të cilat janë jashtë kontrollit dhe influencës amerikane. Dhe kjo i jep Iranit bazën kryesore ekonomike për gjithçka, pra jep një rritje ekonomike dhe e bën qendrën kryesore të lindjes mesme dhe të azisë qendrore për mallrat kineze. Dhe kësaj
ja heq të drejtë, pra ikën Turqisë, deri më sot e ka pasur Turqia. Në këtë moment Turqia është shef si rival. Turqia është shef si rival, prandaj çdo lloj retorike e Erdoganit është retorik hipokrite, ndërsa për sa i përket çuarjes së armatimit, unë nuk besoj që Kina ka çuar armatim, sepse nuk ka nevojë të armatim në Iran. Por edhe në rast se çon, nuk përbën asnjë shkelje për arsye se në radhë para ato kanë një marrëdhënie. Jo, nuk bën shkelje, po them që e fut Kinën në këtë lojë. Jo, nuk e fut Kinën në këtë, sepse është e njëjta gjë si gjithë Evropa dhe Perëndimi që ka dhënë armatim haptazi Ukrainës, edhe këta në rast se japin, pra nuk ka asgjë. Plus që Kina ka një marrëveshje strategjike të mbrojtjes me Iranin, pra në këtë aspekt nuk ka asnjë lloj që e fut në asnjë lloj procesi. Nuk po jap gjykime, thjesht po japim analizë informacione. Nuk po thon analizë, ajo çfarë Kina ka bërë në ndihmë të Iranit është dërguar, ka dërguar 2 anije të zbulimit të inteligjencës ushtarake strategjike në Gjirin Persik. 855 dhe 815 anë. Janë 2 anijet me zbulim që i ka shumë të përparuara, shumë të sofistikuara që bëjnë zbulimin e çdo lloj rakete, çdo lloj goditje, çdo lloj komunikimi dhe analizën e çdo lloj komunikimi dhe çdo lloj sistemi tjetër që do të funksiononte në atë. Është e komplikuar situata edhe në marrëdhëniet e Turqisë me vendet e rajonit, ashtu siç tha Krisafi që në pamjen e parë Turqia nuk ka pas marrëdhënie të mira me Iranin për shkak të rivalitetit tyre etj. Ashtu si kundër nëntë ka interesa ekonomike dhe këmbime të mëdha tregtare me Izraelin. Por ajo që është e vërtetë dhe unë e besoj që nuk është thjesht një fars ajo që thot Erdogan, lidhet me një hall real të tij, sepse është e mundshme të fitojë Izraeli dhe Perëndimi kundër Iranit dhe duke rënë një rival, pavarësisht se jo mik i Turqisë, prish ekuilibrat në rajon dhe favorizohet Izraeli për të qenë faktor determinues në rajon ku Turqia është do t'i minimizohet, do t'i ulet autoriteti si fuqi rajonale. Partia e Erdoganit është një partie e cila ka një platformë shumë të mbështetur mbi besimin islam. Pra, do më thonë, konsiderohet një parti konservatore, e cila ka prishur shumë nga kodet e Kemal Atatürkut në Turqi. Është e mbështetur, po kushtetuta s'ka arrit ta ndryshojë. Nuk e ka ndryshuar, kushtetuta e garanton sekularizmin në Turqi. Tani, kjo është gjë që dihet, dhe prandaj si thosh, në një moment se këtu ai mundohet, o me sinqeritet, o me hipokrizi, si thot Gozha apo dikush tjetër, që të bëhet zëdhënësi i botës islame. Dhe tani kur vriten ajo ai flet me 2 valenca, dhe si lider i Turqisë dhe si lider i botës islame. Po, sepse tani si lider i botës islame, ndoshta është hipokritë. Sultanët para se të themelojë Republika Laike e Atatürkut, ishte edhe kalif. Dihet ajo sultani, përveç se ishte krye ushtarak, ishte njeriu që administron të gjithë perandorinë, ishte edhe kalif. Ishte kreu shpirtëror. Domethënë çka dha kontraditën e madhe politike, po themi të përhershme mes Arabisë Saudite dhe Turqisë. Për ta bërë pyetje më direkte që ta kuptojnë shqiptarët, ndërmjet Izraelit dhe Iranit, për çështjet besimit, kë do zgjidhet Turqia, Iranin apo Izraelin? Turqia do zgjidhë interesat e saj. Turqia është vend i NATO-s, do bëj një zgjedhje ateiste. Turqia nuk mundi dot, sepse tash është në fundin e karrierës së tij Erdogan. Nuk mundi dot ta ka dhënë gjë që dhe në Kaukaz Turqia me Iranin kanë qenë rival, sepse Turqia ka Kaukaz, Turqia ka mbështetur Azerbajxhanin, Irani ka vite që mbështet Armenin, kështu që ka qenë në thelb ka bërë çfarë ka rival me njëri tjetrin. Por nuk ka arrit në aspektin fetar e ka obligim të mbështesë Iranin. Në aspektin fetar, po në ka obligim të mbështesë Iranin. Edhe në aspektin një rival, por mund të rritet një rival tjetër në rast se në fakt Republika e Iranit është një republikë islamike. Ajo është e shpallur islamike, me kushtetutë me gjitha. Ky është gjithmonë thotë e mban veten si kreu në botës së moderuar islame. Ka një rivalitet dhe përqarja, thelbi përqarjes. Kjo ftesa ka rrezikshmëri për evolvimin e Turqisë në këtë konflikt apo jo? Turqia i ka duart e lidhura sepse është antar i NATO. Ka duart e lidhura. Okej. Jo, s'është e thënë. Ai do antari i NATO që në 2003 që nuk e lejoi Amerikën të përdorte hapësirën ajrore për sulmu Irak. Sipas Goxhait dhe unë bën kuptim ajo që thot Erdogani
çfarë ka thonë nuk e ka bën e herë. Edhe për mbështetjen e Palestinës, ku aty do kishte pas shumë të drejtë, vërtet që të mbështetse, sepse krimet në Palestinë që janë bë, janë të pa justifikueshme dhe janë krime monstruoze që duhej dënuar dhe duhej kundërshtuar. Dënimi ka bëj sot duhej lejuar, nuk po më fal se po them dhe nuk duhej lejuar, dhe nuk duhej lejuar ato krime, pra të bëte diçka konkrete. Por ai bë ka rolin e palmlyshit. Në aspektin e kësaj tjetrës, të shohim një gjë që dhe Arabia Saudite nuk është pozicionu. Pra e gjithë bota arabe nuk po pozicionohen, nuk po bashkohen, sepse është ajo teoria për çasu no. Dhe kjo e bën edhe më të dobët Iranin. Dhe varet se sa fort Irani dhe Arabia Saudite janë Arabia Saudite është pozicionuar. Arabia Saudite ka thënë që hapësirën ajrore tonë nuk e përdor as Izraeli as Amerika për Iranin, kështu që ajo është përcaktimi i qartë. As Izraeli as Irani, me fjalë që në kas njënëse. Po da përdorë Amerika e Leon. Po jo, pra për sulmon Iranin ka thënë jo. Po për detin me sa kam informacione, ka anije amerikane që ja ka leju, ndoshta janë informacionet pa vërteta. Janë se ka hequr amerikaniet që për aty kanë reaguar. Varet se sa të vërteta janë. Por tani forca e Iranit varet edhe te Kina dhe te Rusia sa do e mbështesin. Por Kina bëri një marrëveshje historike me Trumpin, të cilën nuk pe përmesim shumë, por ajo është shumë thelbësore, sepse ishte marrëveshje tregtare, e cila stabilizoi tregjet, stabilizoi financat. Në këtë kontekst, pozicionimi i Trumpit besoj se është edhe për të mos tensionuar marrëdhëniet me Kinën, që jep kohë, duke pas qëllimin pozitiv që tulen në bisedime dhe të arrihet një marrëveshje pa shkuar drejt përshkallësimit, ku të fillohet dhe të përkeqësohet situata dhe të rritet edhe më shumë konflikti. Se rritja e këtij konflikti do ishte shumë i rrezikshëm për gjithë linjën e mesme, do ndryshonte balancat, por do ndryshonte ndoshta edhe balancat globale. Unë mendoj që edhe nga debati që ne bëm, kemi gati një orë, 6 minuta, dhe tani, dalin shumë të panjohura në ekuacion. Pra ekuacion nuk është i thjeshtë. Ne harruam në këtë ekuacion të fusim kryesisht edhe Pakistanit, sepse në rast se vim të shpërbërja e Iranit, ai që cënohet më tepërmi nuk është Turqia, po është Pakistani, sepse humbet Baluchistanin. Pra Pakistani humbet territor. Kurse Turqia nuk humbet territor, se fundja fundit kurdët nuk bëhen me kurdët e tjerë dhe nuk e cënojnë territorin e tij. Teoria thjeshtëzuese e Kisafit tu. Që vinë ta përmarrin me shpulla Iranin. Jo, nuk e marrin dot me shpulla Iranin ata, po hapësirën ajrore. Jo, Pakistani e ka mbështet Iranin. Rënja e Iranit nuk i intereson Turqisë, pavarësisht nga intereson as Pakistanit, as Pakistanit, jo një. Komponentët e tjerë nuk po bëjnë asgjë për momentin. Kisafi më dëgjoj pak. Ti bëj një parashtrim, jo se parashtrimi është një tezë. Edhe kundërshtimet janë teza. Domethënë se ne duhet të ndihmojmë shqiptarët që ta kuptojnë çfarë po ndodh. Se secili nga ne mund të ketë bindjet e veta dhe i qëndron atyre bindjeve edhe kur del nga emisioni. Problemi është që duket një panoramë, sikur, hapësira e Iranit është e lirë për aeroplanët izraelit që bombardojnë dhe ikin të pacënuar, ja një F-35, thuhet që është rrëzuar 1-2. Asnjë nuk është rrëzuar F-35. Kështu e ka njoftuar Irani. Izraeli thot asnjë. Pa Izraeli, po mbetani Izraeli është pjesë e luftës. Mos gaboj. Izraeli është pjesë e luftës. Asnjë dëshmi plot. Një minutë pa, një sekond. Unë po them tani çfarë thon palët. Një thot 2-3, tjetri thot asnjë. Pra, do të thotë që mbrojtja ajrore e Izraelit e Iranit është e dobët, ose e shkatruar. 2. Sipas prapë të njëjtës tezë, raketat hipersonike iraniane dhe Izraelit janë duke rënë, pra nuk mbajnë konstant, filluan me 200, ranë me 100 dhe tani janë nga 30-40. Pra do të thënë, kemi një zbejje të fuqisë. Gjithë gjeneralët kryesorë, një 10-se, një 15-se u vranë. Edhe ai që zëvendësoi shefin e shtabit, pas 4 ditësh u vranë në mënyrë të befasishme prapë nga Mossadi. Pra duket se Mossadi në Teheranës si në shtëpinë e vet. Pra gjitha kjo bën skenarin që poshtë e Iranit në pak ditë është e thjeshtë. Sepse Izraeli nuk ka luksin të bëjë një betejë shumë të gjatë. Dhe kështu i ka bërë betejë, gjithmonë maksimumi 6 ditë, 7 ditë e ka mbyllur, sepse i ka bërë detyrat në tavolinë përpara se të bëjnë në aksion. Tani, gjitha këto që ne nxorëm sot, tu, i bie që ekuacioni i shkatërimit apo i shpërbërjes së Iranit nxjerr shumë pasoja të tjera. Dua vetëm 1-2 mendime, pra është kaq e thjeshtë,
Pisavi apo është e komplikuar? Unë mendoj që S'mund të jenë të dyja bashkë. veprimi që Izraeli bëri e ka çuar Iranin, le themi, në pikën e fundit. Shtetet Bashkuara Është i parë ligjënerueshëm thua. nuk futen në luftë për të shpëtuar Izraelin, Shtetet Bashkuara futen në luftë për të dhënë goditjen përfundimtare. Okej. Mënyra se si Trumpi ndryshoi komunikimin nga dita e parë në ditën e 45 tregon pikërisht këtë gjë. Ditën e parë kur ende nuk dihej suksesi, tha që ne nuk kemi marrë pjesë në këtë gjë, nuk kemi përfshirë të një gjithë Mark Rubio. Në ditën e 3 dhe 4 suksesi ishte shumë i dukshëm, tha që ne kemi marrë në kontroll qiellin e Teheranit. Dhe goditjet që po ndodhen në Iran janë shumë të dukshme, pa asnjë dyshim, tregojnë që Izraeli ka bashkë amerikanë ndoshta një supremaci ajrore në Iran. Nuk ka mundësi japni që të Trumpin Izraeli zbotet do ta zgjomor, por. Arroje, po Amerikën Izraeli Të të jap një kundër argument. Më dëgjove gjithmonë. Jo, të dëgjova, po Jo, në të njëjtën analizë përdor këtë argument. Mbasi në fillim Trumpi tha nuk dinim gjë, nuk na rembruar. Kur pa që Izraeli pati sukses, tha ne. Dakor? Ne e bëm këtë, ne kemi hapësirën, ne kemi kështu, do thonë, se thuash bëri publik ortak rinj që kishte me Izraelin. Tani, bazitës 6-7 thotë na duhet edhe 2 javë që të mendohemi. Me këtë logjikë bie që diçka nuk shkon. Ka një logjikë, jo shkon logjika që ai dëshiron kapitullim në tavolinë. Ka edhe një logjik tjetër në këtë mes. Boshaj? 3-4 ditë e para, edhe izraelitët, edhe Trumpi thoshin që e kemi gjithçka në kontroll. Mbaroi kjo punë. Ndërsa tashmë izraelitët kanë filluar prej ditës 4 që kërkojnë të gjithë që nga Netanyahu, të gjithë ministrat në radhë dalin edhe kërkojnë ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo të thotë që këta po kërkove ndërhyrjen e dikujt, shikosh një shumë e thjeshtë. Në rast se ti je duke rrahur dikë me grusa me shpulla dhe e ke vënë përfundi, nuk kanë nevojë të të vinë edhe 2-3 tjerë për të ndihmuar për të rrahur këtë. Dhe nuk e ke nevojë për konsultim. Çështja specifike në këtë rast, nuk është një lloj si ku po rreth dikën në rrugë, pra çështja specifike. E njëjta gjë është. Jo, specifike në rast. Koncepti është një gjë. Koncepti është një gjë. Nuk ka centrale bërthamore ai në rrugë. Po ato centralet bërthamore që ka nuk i ka për prodhimin e armëve bërthamore. Nuk po prodhon armë bërthamore. Ka një raport të Agjencisë Ndërkombëtare të Atomike që thotë që disa kilogram janë pasuruar 82.7%. Jo mund të jetë diversitet. Ajo nuk ka asgjë. Ja ku ke sot doli zëvendës kryetari i Komisionit të Inteligjencës në Senatin Amerikan doli sot edhe tha që një shtet që nuk do të bëjë armë bërthamore, pse i fut kilometra në tokë ato centrifugat? Sepse është në luftë, ka qenë është në luftë gjithnjë me një shtet si punë Izraelit dhe ka luftën e ka filluar Irani, nuk ka filluar Izraeli luftën. Dhe Izraeli nuk ka rëndësi se kush ka filluar luftën. Luftën e ka filluar Irani, po se izraelitët që në 45 kanë ardhur në paqe, po jo një sekond, vetëm një sekond ta them. Vetëm një sekond. Kemi kaluar limitet. Po. Okej, Ndrej. Jo, thua. Po nëse the një sekondë, po t'jap 30. Qoftë është për ta mbyll. Po. Sëm 2 fjalë vetëm. Po. Qoftë se Irani sot ka vetëm i rrugë ta mbush kohën me propagandë, luftën e ka humbur. S'ka fuqi. Dakor, këtu ndahen pozicionet, janë dakord. Më thonë që vjen ka Lajert Vasili, Lajert përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit, edhe ne do kalojmë në pjesën e dytë, do mundohemi që të mos dalim nga tema, po këtë temë ta sjellim edhe në Shqipëri, sepse neve kemi ushtarak iranian që janë opozitar të Republikës Islamike, pak kilometra nga këtu ku transmetojmë në Manz. Ore, a jemi target lufte apo jo? Në emisionet më pashme dhe në televizionet tjera, Zoti Shala ka thonë dhe e ka nënvizuar që kemi qenë të piketuar dhe jemi apo jo target. Por nga ana tjetër, do flasim dhe nëse shkatrimi Iranit i hap rrugën Izraelit madh dhe i hap rrugën edhe, se thuash, një lufte të re në Ballkan, nuk i dihet. Publicitet dhe kthehemi një studio.